E lexojmë këtë surën Ankebut. Cilën Allah subhanahu wa ta'ala në fillim të surës thot: "E hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Valla menduan njerëzit që neve do t'i lejmë ata kur ata pretendojnë që besuam dhe ne nuk do t'i sfidojmë. A mendu njerëz, a kanë guxuar me mendu që veç po thon jam besimtar, unë jam besimtar, besoj Allahun, edhe nuk kam u sfidu. Allah thot: "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim." Me të vërtetë neve I sfiduam ata që ishin më parë, para tyne. "Wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Në mënyrë që Allah azza wa jall ti di ta vun pa ta qartëson se kush janë ata të cilët janë të sinqertë kur thonë neve besojmë dhe kush janë gënjeshtarë. Kur njerëzit pretendojnë që besojnë, Allah I sfidon. Dhe përmes sfidës imanit vret se kush e ka pas atë fjalë vetë se pretendim dhe kush e ka pas perimet. Ata të cilët janë të sinqertë dhe të vërtet, ata durojnë për hir të imanit tyne. Bojnë durim, e paguajnë çmimin e duhur, se dojnë xhenetin. Kurse ata të cilët vetë se pretendojnë, por realisht nuk besojnë, ata nuk bojnë durim. Ka është I sfida. Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet në mëson që karshi pretendimit imanit njerëz ndohen dy kategori. Të sinqertit dhe gënjeshtart. Të sinqertit dhe gënjeshtart. Profeti sallallahu alaihi wasallam sahabiu shkoi dhe I tha: "O I dërguari I Allahut, më mëson një fjalë pas të cilës unë nuk do të kem nevojë me pyet askënd." Profeti sallallahu alaihi wasallam I tha: "Qul rabbi Allah thumma istaqim." Thuaj Zoti im është Allah dhe pastaj përqendro, kapu fort. Çat fjalë thot është shtrëngov. Ka shi sprova. Ai thot: "Wala in qutilt aw hurriqt." Shtrëngau përqendro besnik ndaj asaj fjale që ti e dëshmove, edhe në qoftë se ty të vrasin për atë fjalë apo të djegin. Edhe në qoftë se të vrasin dunjo apo të djegin, përqendro. Dëshmo se ti je I gatshëm me duru për Allah. Sepse kur thu unë besoj Allahun, Zoti im është Allah, ti je I sinqert, ajo rrjedh pi zemrës. Je në gjendje me bon sakrificë. Atëherë, çdo njëri prej neve sot pas kësaj këshille, kur të kthehet në shtëpi, le ta pyet vetveten se sa është I sinqert kur thot Zoti im është Allah. Sa je I sinqert? Çdo njeri le ta bëjnë hesab vetveten. Kjo nuk është para gjykimit me gjyku të tjerë, po çdo njeri kjo është pasqyre që njeriu e vendos para fytyrës vet. Dhe unë I pani. Sa unë jam në gjendje me duru karshi kur kaderit Allahut, kur zbret kaderi. Ka caktu Allahut ashtu bo. Sa jam në gjendje me duru? Allah na fal, na përmirësoft. Sa unë jam në gjendje me duru për mi kry obligimet e mia, edhe në qoftë se më vështirësohet, rrethanat ma vështirësojnë praktikimin e fesë, ndoshta apo faljen e namazit, pa më parasysh kudo që jam, sa unë e realizoj edhe e falja atë namaz. I bëj pyetje vetvetes. Aty shihet se sa jam I sinqert. Kur them Zoti im është Allah, kur hyn koha namazit, shihet ata të cilët me kanë për me rrojt zemrës, kur thonë Zoti im është Allah, e kanë me rrojt zemrës. Sa unë jam I sinqert kur ndeshëm me një ndales, edhe dëshiron shpirti jam me bë ato, vetvetja jam thret për me bë, dhe unë them Zoti im është Allah, ndalona nga ajo. Sepse I frikon Allah azza wa jall. Dhe bëj durim.
Çdo obligim, qoftë për meshkujt apo për femrat, për triut apo për trit apo për pleqt, çdo obligim ti bën një pyetje vetë. Nëse si përgjigjesh Allahut, në çat pikë ke ra prej provimit, nuk je i sinqert në çat pikë. Ke dështu në dëshminë tonë që Zoti është Allah. Se kur njeriu thot Zoti im është Allah, atëherë do të mu shtrengu dhe me duru derisa ta takon Allah. Me qëndru besnik ka shi urdhave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.